Prej sot, më 9 korrekt ka nisë me rrjedha afati 30 ditor për konstituimin e kuvendit. Me 8 korrekt, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e certifikoi rezultatin e zgjedhjeve të 7 qershorit dhe afati kur kuvendi duhet të jetë i konstituar përfundon më 7 gusht. Afat tjetër me shumë rëndësi është edhe 60 ditë që fillon nga momenti i konstituimit të kuvendit, e që ka të bëj me zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. E nëse brenda këtij afati nuk zgjidhet presidenti i ri, vendi shkon përsëri në zgjedhje. Edhe pse hala nuk kanë filluar takimet zyrtare mes partive politike për me arrit një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, Albin Kurti, kryetari i lëvizjes Vendosje, ka thënë se takimet do të fillojnë pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Kurse kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Homza, përveç që ka thënë që partia që udhëheq ai ka njerëz të përgatitur për secilën pozitë edhe për president, ka paralajmëruar se për çdo marrëveshje të mundshme duhet fillimisht me u fol për çështjen e kapaciteteve energjetike të vendit, investimeve në infrastrukturë, si dhe për përkrahjen e sektorit të drejtësisë, reformat në arsim e shëndetësi. Lumir Abdigjiku, që udhëheq me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ka kërkuar marrëveshje më të gjerë, e jo vetëm për president, derisa bartja e listës së LDK-s në zgjedhjet e fundit, Vjosa Osmani, i ka vendosur disa parime para një marrëveshjeje. Kontrollin dhe balancin demokratik të institucioneve, që i bie me posndarje të pozitave mes partive, me mbrojt orientimin euro-atlantik të Kosovës dhe vendit me i dhon agjendë zhvillimore. Po ashtu, nën kryetari i kësaj partie, Lutfi Aziri, publikisht ka kërkuar marrëveshje në pako për kryeministrin, presidentin e kryetarin e kuvendit. Prej aleancës në anën tjetër kanë thënë se nuk dojnë hise në qeveri. Po Ardian Gjini, kryetari i kësaj partie, ka kërkuar që institucionet e reja të pranojnë me një herë projektin strategjik të gazsjellësit amerikan, të nisin procedurat për ndërtimin e një termocentrali të ri me çmër dhe të rrisin pragun e TVSH nga 30.000 në 100.000 euro, me qëllim që sipas tij të lehtësohet funksionimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Gjini ka kërkuar gjithashtu lirimin e tokave të punuara nga tatimi në pronë për të nxitur bujqësinë, si dhe buxhetimin e plotë të rrugëve për Gjilanin, Pejën, Gjakovën, Mitrovicën dhe Podujevën. E për Prishtinë ka kërkuar 800 milion deri në 1 miliard euro investime në infrastrukturë. Nëse plotësohen këto kushte sipas Gjinit, partia që e udhëheq ai aleanca do të marrë pjesë në konstituimin e institucioneve, por përsëri pa pas hise në qeveri.